Kërkoj Allahut të pamundërën, thuaj vetes tënde se ai I cili I dha Zakarias a.s. fëmijë, mund t'i zgjidhë problemet e mia. Ai që ja ktheu shikimin Jakubit a.s. mund t'i zgjidhë problemet e mia. Ai që e ktheu zjarrin në freski për Ibrahimin a.s. mund t'i zgjidhë hallet e mia. Kërkoj Allahut të pamundërën. Çfarë është kanceri për Allahun? Çfarë janë miliona dollar borxhe për Allahun? Allahu është I fuqishëm për çdo gjë.